Dhe softa një lajm i rëndësishëm doli ditën e djeshme ku thuhet se 2 persona ose më shumë kanë arritur që të marrin materiale konfidenciale dhe sekrete nga kompjuterat të 3 prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Dosje për të cilët janë ende në hetim personazhe të njohur, bëhet fjalë për një biznesmen, një politikan dhe një po themi person i lidhur me biznesmenin, dhe është thyer po themi siguria e spakut, e sigurisë kibernetike, për të cilën janë futur dhe janë marrë këto dosje. Çfarë do thotë kjo për sigurinë e dosjeve dhe të seriozitetit të spakut, jo për sa i përket punës që bën si institucion, por për sa i përket sigurisë që ka vetvete, si në një kohë teknologjie, që teknologjia është shumë e përparuar dhe sulmet kibernetike janë shumë të shtuara. Çfarë do thotë kjo për SPAK? Para duhet parë në çfarë niveli ka funksionuar mbrojtja dhe sa materiale mund të kenë rrjedhur ndoshta nga kjo ndërhyrje në këtë sistem. Sistemet e mbrojtjes kibernetike janë shumë të rëndësishme dhe në veçanti për institucione të karakterit delikat, patjetër që aty ku ka dhe produkt apo materiale të klasifikuara, patjetër që mbrojtja do të ishte në nivelin më të lartë mundshëm. Nuk e dim sa dhe si ka funksionuar, se nuk mund të themi që s'do të ketë sulme, sulmet do të ketë, sulmet janë pjesë të kësaj bote e cila lufton si në drejtim të shërbimit informativ, si në drejtim të sistemit të ativeve, si në drejtim të dhënave të sensitive të qytetarëve shqiptarë që ne kemi provuar, por gjithashtu edhe në organin e hetimit, aty ku janë dosjet, të cilët janë pjesa e SPAK-ut, ka materiale të karakterit tepër delikat për shkak të hetimeve që ata kryen dhe fusha në të cilën janë të interesuar të investojnë janë nga politika dhe politikanët e deri te grupet kriminale të një shkallë të lartë rrezikshmërie, të cilët janë të interesuar të investojnë për të gjetur sisteme për të hakeruar dhe për të marrë materiale në sistemin e strukturës posaçme. Por me sa di, ka pasur një informacion, menjëherë agjentët e BK-s janë vënë në lëvizje, kanë bërë izolimin e sistemit dhe shikojnë nivelin deri ku mund të ketë pasur dhe kush mund të jenë autorët apo personat të cilët kanë hakeruar. Por një gjë është e sigurt që hakerat nuk janë të huaj, hakerat janë shqiptarë dhe këto janë brenda këtij qyteti, pra brenda qytetit të Tiranës. Nëse mund të ketë një zyrë, një institucion, një fabrikë apo një vend ku ka persona të tillë, sigurisht që kjo mund t'i çojë tek gjurmët, por me sa di kanë qenë telefone, gjurmimi i telefoneve, të cilët kanë identifikuar personat, janë arrestuar 2 persona të dyshuar dhe gjurmimi i telefoneve të tyre mund të shikojë, ndoshta edhe pajisje që mund të kenë pasur përgjuse apo hakeruese, që mund të shkojnë dhe të çojnë gjurmët deri tek kush mund të jetë ky grup i strukturuar apo i kontrolluar dhe brenda këtij grupi apo mbas këtij grupi kush mund të jenë personat që janë të interesuar. Janë të nivelit zyrtar dhe mund të kemi zyrtar që mund të arrestohen, sepse mund të jenë persona të cilët mund të kenë pas akses në këto sisteme apo persona të cilët kanë përdorur ndoshta në bashkëpunim të brendshëm. Nuk e dim, ka ardhur si rrëdhojë një sulmi të sofistikuar për shkak të thyrjes së sistemit të sigurisë, apo ka ardhur ndoshta me bashkëpunim nga brenda kësaj strukture të SPAK-ut. Zoti Softa, cilët duhet të jenë masat që këto sulme ose këto rrjedhje informacioni kaq të rëndësishme të mos ndodhin më brenda strukturës? Unë e kam parë nga jashtë strukturën dhe kanë qenë disa momente të cilët unë mendoj që ose gjykoj ndoshta sistemet e mbrojtjes, duke filluar që ka mbrojtje fizike, do të jenë të një niveli më të lartë. Për shembull, kanë qenë 2 protesta të opozitës shqiptare dhe në këto opozita një televizion apo 2 televizione kanë filmuar nëpërmjet një droni në lartësi. Pra për të parë se si janë të pozicionuar, sa është numri i protestuesve dhe se si ka qenë pjesëmarrja. Unë nuk e shikoj në sensin sa dhe si ka qenë pjesëmarrja, unë e shoh në sistemin e sigurisë. Fakti që fluturon një dron do të thotë që s'ka sistem antidron. Dhe sistemi antidron duhet të funksionojë nëpër piaca, nëpër sheshe, nëpër institucione të një niveli të sigurisë lartë, presidenca, kryeministria,
Banka e Shqipërisë, institucionet e rëndësisë veçantë, ku patjetër të një niveli të tillë është edhe struktura e posaçme, aeroportet, pikat e porteve. Pra këta janë pikat të cilët nuk mund të fluturojnë dronët. Dhe fakti që kanë fluturuar një dron dhe ka filmuar tregon që nuk ka një sistem antidron, që mund të shërbejë edhe si akt terrorist për të goditur strukturën apo për të goditur ndërtesën aty ku janë vlerat, për cilën Spaku sot ka. Dhe kjo gjë më bën të mendoj që ndoshta mund edhe sistemet mos janë të një niveli të caktuar, edhe pse kanë investim shumë të lartë dhe kanë një asistencë duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që mendoj që sistemet e mbrojtjes mendoj se mund të kenë qenë të një niveli të lartë. Kështu që dyshimi mund të jetë që mund të kenë pasur akses ndoshta nëpërmjet një bashkëpunimi që mund të jetë dhe duhet hetohet nga brenda. Zoti Soft, a mendoni që këto dosje ose të dhëna që janë marrë nga, po themi, komunikimet e brendshme të Spakut mund përdoren ose mund të jenë më shumë se flitet dhe mund përdoren për shantazhe ndaj biznesmenëve, ndaj të cilëve mund të jenë hapur dosje timore, ose ndaj politikanëve, ose edhe për t'i lajmëruar që ndaj tyre ka nisur një hetim? Kjo mund të shërbejë si një marketing ose si një biznes që ata mund ta përdorin, që mund t'i japin dhëna, që unë po t'jap dhëna, po dua këtë gjë. Pra edhe mund të ndodh. Por më shumë se mund të ndodh kjo, është fakti që këta persona të cilët mund mos kenë ndjeni, mund të largohen nga territori. Dhe pjesë të atyre dosjeve që dyshohet, apo niveli i hyrjes brenda sistemit, deri ku ata mund të kenë arritur dhe për cilët persona mund të ketë pasur informacion që të ketë rrjedhur, patjetër që duhet të ketë masa sigurie, të cilët mund të avancojnë nga struktura e Spakut duke kërkuar masa sigurie, po kjo nuk e di për cilët bëhet fjalë, në çfarë niveli, në cilën fazë të hetimit është, kështu që edhe kërkesa për masë sigurie mbas është e parakoshme, por mund të dëmtojë deri diku nivelin e hetimeve. Zoti Softa, pak ditë më parë, prokuroria e posaçme publikoi dhe raportin që ishte dërguar kuvendit për punën që ka bërë këto vite dhe kishte disa shqetësime shumë të rëndësishme, siç ishte, po themi, presioni sipas tyre që është bërë nga politika, nga media dhe nga grupe kriminale për punën që ata kanë bërë. Po ashtu është publikuar edhe pasuritë e mëdha që janë sekuestruar nga politikanë dhe nga persona shumë të rëndësishëm të botës së krimit. Së pari tek raporti si e cilësoni si raport dhe shqetësimet e Spakut dhe pastaj te pjesa e sekuestrimeve. Së pari, struktura e posaçme është miratuar me votat 100% të deputetëve të Parlamentit Shqiptar, duke quajtur si një risi dhe një hap i ri i cili ishte investuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të luftuar kryesisht një kategori të caktuar personash, ku përfshiheshin grupet kriminale, terroriste, korrupsionin dhe politikanë të një niveli të lartë. Mbas një periudhe të cilën sigurisht ishin fillimi i aktivitetit të kësaj strukture, kishte një lloj entuziazmi në të gjithë krahët e politikës, por më pas kur ata goditën vetë, si në një krah dhe në krahun tjetër, sigurisht që filloi të ndryshojë qasja dhe ndryshimi ndaj kësaj strukture dhe madje filluan dhe etiketimet dhe sulmet ndaj strukturës, duke deformuar emrin e saj, por dhe ndaj individëve, kryesisht ndaj Dumanit, zoti Dumani, i cili është kreu i saj. Kur kemi pasur një ndryshim për zgjedhjen e zotit Dumani, më ka bërë përshtypje fakti që në këtë ditë prezent në këtë ambient, në ato ambient ka qenë ambasador amerikanë. Pra ka qenë ambasadë amerikane, të cilët insistonin shumë për zgjedhjen e zotit Dumani. Dhe kishte një tjetër përqasje dhe një tjetër simpati, ndoshta nga qeveria shqiptare, për një tjetër person i cili e kishte lënë atë mandat. Tashmë jemi në momentin kur jo vetëm shqetësimet e paraqitura nga struktura, por janë dhe ato të cilët janë mediatike, deklaratat e hapura publike, presionet e formave të ndryshme të përdorura nga politikanë të një niveli të lartë, të cilët kanë etiketuar dhe kanë sulmuar si një strukturë të organizuar
kriminale këtë strukturë të posaçme të hetimit. Dhe duke etiketuar dhe personat e veçantë, sigurisht me epitete dhe me forma të cilët nuk kanë qenë të hijshme për sa i përket asaj degradave publike. Sigurisht jo ka kaluar vështirësi, numri i prokurorëve ka qenë i limituar, u plotësua më pas me agjentët e BK-s dhe sot është në një moment ku po trajton çështje të një rëndësie të veçantë dhe madje kanë avancuar deri në masat e sigurisë, siç ka qenë masa ndaj zotit Meta, arresti me burg, dhe masa ndaj kryetarit Bashkisë Tiranës, zoti Veliaj, arrest me burg, të cilët kanë pasur një efekt tek qytetarët për sa i përket vlerësimit, por dhe një efekt për sa i vlerësimit në kravet politikës, qoftë majta, qoftë djatha, ku deklaratat kanë qenë deri në shkrirje të strukturës së SPAK-ut, më pas moderimi i saj për shkak të reagimit të Bashkimit Evropian dhe faktorit tjetër ndërkombëtar, duke thënë që ne do ta rishikojmë për të rimodeluar, po themi, këtë strukturë. Por gjitha këto forma dhe shprehje sigurisht që janë një presion ndaj këtij sistemi të drejtësisë, të cilët mbi 50% shqiptarë të paktën e vlerësojnë si një hap pozitiv dhe si një institucion i duhur që po punon ndaj krimit dhe ndaj korrupsionit të politikanëve të niveleve të ndryshme, të cilët janë akuzuar dhe akuzohen për shpërdorim të fondeve apo abuzim me detyrën. Për sa i përket pasurive të sekuestruara dhe atyre të konfiskuara, ka një raport, janë 300 e sa pasuri, mos gaboj, ku kryesisht janë të kategorisë vila, apartamente, troje, biznese, makina luksoze dhe para të cilët janë sekuestruar në llogaritë e tyre bankare. Por kemi dhe sekuestrime, të cilët vinë mbi bazën e një vendimi gjykate, kur ajo ka marrë formë prerë dhe bëhet konfiskimi këtyre pasurive, të cilët sigurisht që i menaxhon dhe menaxhohen nga një agjenci e veçantë për trajtimin e pronave të sekuestruara apo të konfiskuara nga kjo botë që është pjesë e subjektit të strukturës posaçme.